ligjit, por çfarë mesazhi jep PD-ja me këtë gjë. Këtu dua të ndalem. Kuptoj. Meçaj, do ndryshoj diçka nga ky numërim apo synimi ishte në Tiranë, qartazi ti marrin mandatin Agron Shehajt dhe ta kalojnë te vetja se PS-ja është larg. Ka përshtypje që nuk është asnjë rast tjetër nga këto. Kam përshtypje natyrisht që është edhe një pjesë e kërkesës. Cila mund të jetë? Tani çfarë po ndodh? Nëse do shohim vëmendje ankimimin e Partisë Demokratike në struktura ndërkombëtare dhe brenda vendit shef një ndarje si me thik të artikulimit. Jashtë vendit nuk flitet për manipulim gjatë procesit të numërimit dhe gjatë procesit të zgjedhjes. Pra pjesën... Ma dëgjojnë transparente profesionale. Pra atë pjesë që OSB-ja dhe Odiri në raportin paraprak të tyre përcaktuan që ishin zgjedhje mjaft mirë të organizuara në planin teknik dhe kishin themel konkurencën, këta nuk e pa atakojnë. Dhe jashtë shtetit, duke qenë se kjo është pjesa më kryesore, në organizata ndërkombëtare, këtu ka një vend debat, po mund ta trajtojmë më vonë, ata e lidhin gjithë manipulimin thjesht me shtetin e drogës, shtetin e krimit dhe me shtetin e angazhuar politikisht. Deri kaq. Kur vinë brenda vendit, futi një procedurë e cila le shumë vend për debatuar. Sepse në qoftë se këta njerëz ngrihen politikisht dhe kërkojnë rishikimin e votimit, e procesit të numërimit, sepse hapja kutive tashmë është e lidhur me procesin e numërimit, ata ndeshin me një problem shumë serioz brenda vetes, sepse janë mbi 25.000 antarë të Partisë Demokratike pjesëtar të KQZ-ve. ZZ-ve. Pra, trupa elektorale. Është trupa elektorale që është e instaluar në KQZ. Merr me numërim, me firmosje. Do thënë, duke patur parasysh. Ata që kanë edhe firmat rrezikojnë burgun, a? Nëse do ketë jetërsi në votë. 5.525 kuti votimi. Në 5.525 janë minimalisht 2 antarë janë të Partisë Demokratike, që janë në komision e zgjedhjeve, plus janë 2 vizhgues, bën 4. Dhe në qoftë se do të shtosh që në gjysmën e tyre përsëri është një antar i Partisë Demokratike që është kryetari sipas kodit, i bie 4.5 antar në 5.525, që do të thotë, qoftë se bën shumëzimin, i vetëm 20 deri 25.000 antarë të Partisë Demokratike që janë pjesëmarrës në këtë proces dhe që në fund fare, mbasi kanë mbaruar procesi, kanë firmosur procedurbalet. Nga ky moment, gjë e parë që duhet thënë nga ana e Partisë Demokratike është të dënojnë këta njerëz ose të vënë përpara dyshimit të arsyeshëm. Dhe dyshimi i arsyeshëm është gjë më normale në këtë rast, sepse po vim në Tiranë. Në Tiranë po kërkohet hapja totale e kutive të votimit. Në qoftë se pati një ankimim nga ana e kandidatëve, ankimimi nga ana e kandidatëve u refuzua nga kasi. Dhe çu bë tani u vu në lëvizje një instrument Ilirana Kuçana, Kalaja, gjithashtu Aulon Kalaja, pra Durrësi u bllokua deri tani. Ata, edhe pse kanë kërkesë nga partitë e vogla, mund t'i ndihmojnë, Partia e Ballit Kombëtar ka ndihmuar Kalan dhe me shumë gjasa mund të hapet dhe Durrësi. Gjithsesi, çfarë po më ndodh? Nëse kasi i ka rrëzuar këto kërkesa për hapje kutish nga kandidatët, dalin 2 antarë të komisionit. Pra 2 antarë të kasit, të cilët vendosin vetën. Ajo që është thelbi kësaj çështje është që Partia Demokratike po përdor një instrument ligjer që është instrumenti bllokues. Pra Partia Demokratike po përdor gjithë instrumentet e veta që janë instrumente bllokues dhe që nuk kanë synim të realizojnë asnjë gjë tjetër përveç se të bllokojnë dhe të futin në një kolaps mekanizmin e certifikimit të këtyre zgjedhjeve. Dhe i vetmi synim në gjykimin tim i gjithë procesi është thjesht vetëm mekanizmi bllokues. Nëpërmjet mekanizmit bllokues, ata duan të fitojnë kohë që në shtator të vazhdojnë në procesin e ta shqyrtuar ankimin në organizata ndërkombëtare për sa i përket procesit. Nuk i intereson fare zgjedhjet në Shqipëri Sali Berishës, fare. Nuk i intereson as numërimi i zgjedhjeve në Shqipëri. I intereson të prodhoj kauza, të prodhoj kazuse, të prodhoj incidente për të